Ndalo King duke kërku përvojzën e duhur. Ti e vetmja gjë që duhesh me bë është duhet të bëhesh ti djali i duhur. Të fokusosh te vetja jote, të ndërtosh ti karakterin. Ti të bësh dikushi, të ndërtosh biznes, trup, të kesh kontakt me Zotin, të hosh mirë, të rish sa më tepër në natyrë, të vlerësosh gjanat e vërteta, të vlerësosh fjalët e vërteta. Fokusojmë këto gjëra, edhe vetë Zoti ta përgatit ty femrën, që do ta kuptosh që kjo femër është për ty. Do ta kuptosh vetë, do ta kuptosh që kjo femër është gryja e jetës sone. Nuk mund të qelloje asnjëherë një vojzë perfekte, nëse ti nuk je përgatitur, kërkush nuk do jetë perfekte për ty. Asnjë vojzë nuk do jetë perfekte për ty, sepse ti vetë si i përgatitur. Sepse duhet të jesh ti i përgatitur edhe vije dhe vojza që të takojeni bashkë, që ta vlerësoni se femra që vjen do siguri edhe ti je këtu për shembull, ti do të krijosh siguri, ti do të krijosh gjanat, jetën, do të vazhdosh të krijosh, e kupton? Duhet të ndërtosh karakter, se femra lind me reputacionin gatshme. Domethënë lind me një reputacion, femra humbet reputacionin, ti duhet ta ndërtosh reputacionin, e kupton? Prandaj mirë femra është të takosh këtu siç e ka reputacionin femra, do të vish ti këtu dhe atëherë bashkoni bashkë me femrën. Kupton? Nuk duhet të kërkosh për femrën e duhur. Ti duhet të bahesh moshkulli i duhur, edhe pastaj e gjen gjolli femrën, e gjithçka. Se pastaj ka vlerë më tepër fjala jote në publik. Ka gjithçka më tepër vlerë, merr kuptim gjithçka, është gjithçka më e mirë për ty. Duhet të fokusohesh vetëm te vetja jote. Duhet të fokusohesh te vetja jote. Kjo është e rëndësishme. Fokusohu te vetja jote, ndërto karakter, edhe ndalo duke kërku vojzat, se vojzat e duhur nuk i gjen në klub natën, se ti mund të shkosh, mund të mundosh me vite me radhë thosh, ore po s'po e gjej vojzë, po ti me vite ti ke gjend vetë gabuara, ti ke njek dopaminën, nuk ke njek rregullin, nuk ke njek disiplinën, nuk ke njek një jetë që me të vërtet ta ndërtosh diçka, edhe kur të ka dalë një vojzë serioze, ti s'ke qenë i përgatitur. Ndi. Këtu është ndryshimi. Ti nuk duhet me kërku për femër serioze, duhet ti të fokusosh te vetja jote. Kjo është qëllimi jot, prioriteti nr. 1. Kur ti fokusosh te vetja jote dhe bosh djal me autoritet, kur emri jot ka pesh, atëherë ti tërheq jo vëmendjen një vojzave, por shumë vojzave, atëherë mund ta zgjidhësh vetë ti si çfarë vojze ke, mund të zgjidhësh vetë si çfarë vojze don. Kjo është shumë e rëndësishme, duhet të fokusosh te vetja. Fokus të vetja, gjithçka, gjithmonë gjanat që s'ki qef mi ba, se mua ty ndryshon jeta jote. Suksesi që ti po kërkon e gjen në atë gjanë që ti po eviton me ba. Aty është suksesi jot, aty është ardhmja jote. Ç'a eviton ti me ba diçka që dën mund? Ç'a po eviton? Aty është suksesi jot. Aty është qëllimi jot i jetës. Në atë gjanë që ti po eviton, mendom këtë jetë. E shumë vetëm këtë lloj strategjie ndje. Ç'a po baj gabim? Jam në dieni se po e baj si gabim, edhe po vazhdoj me e bë si gabim. Ç'a po baj gabim? Jam në dieni se kjo që po baj është gabim, jam në dieni tani se kjo që po baj është gabim, edhe po vazhdoj me e bë si gabim. Këta ndrysho. Këtu fokusohu këtu. Këtu. Edhe di shumë mirë, se mbrapa lezeti kësaj jete kinga çako amanet Zotit. Qa ko lezeti kësë jetë, qa është ma interesante në këtë jetë, që po u dërzove mëndër tuje, qa ka ngell ma me bom këtë jetë, qa ko diçka ma interesante, të thushti, hajt po e që jetën dhe më duke pi bira, duke zënë dashnore, se pra vjen mi farfaze se edhe birat shnoshin, as dashnore, së mund shme zanë mos, së ta vargosh. Qa ka kuptim, kjo është jeta një marhët që varë dhe më ka kjo gjë është, që jep, që e vetë moment ku ka lumëturi është, vetëm kur zë dashnore, moshkull ka hupë rendimin e jetës. Si janë këto? Nuk janë këto. Këto janë rana që ju thojnë, nuk janë këto. Duhet të ndihesh krenar për veten. Edhe kur ndihesh krenar është kur ti ban gjana kundër dëshirës tone. Kjo është kur ndihesh krenar ti. Kur ti ban gjana kundër dëshirës tone si moshkull. Kjo është që të ndihesh më tepër krenar. Është shumë e rëndësishme për besë se kur ti ke fizik mirë, ke ekonomi të mirë, ke gjithçka të mirë, edhe të respektojnë dhe njerëzit, çfarë disipline, edhe femra mrapa më krati jep siguri ti asaj femrës, jep siguri, si edhe mrapa në ki bo dhe gjona, pa u taku me femrën, këpëton?
Ki bo të sene pa taku me femrën. Kjo është normale, din, du të mi bak të sene. Fokusojnë të vetja ju të femrat, pasaj fokusi këthet të ju.